Klodi, ti ke ardhur nga Greqia? Kam ardhur nga Greqia, siç e shikoni edhe vetë rrugën. Ti ishe me atë forestradën? Unë jam atë forestradën atje. Kam 300 ranjollinj, pen 2 ton vaj, në vit, çdo vit. Të gjithë banorët që shikoni këtu, ne vojmë vetëm për rrugë. Lajë të tjera, s'po kërkojmë tjera ne. Uje, drita, nuk i kemi këto po. Të paktën, Po të kishte rrugë, kjo do ishte për qytet. do ishte për qytet. Me kaq shumë ullinj. Unë jetoj në Greqi, si se thash, po në vend Greqis, jo këtu një nuk ka, s'ka shans edhe për shatër dhe për rrugët e toka ata i kanë me çakull dhe asfalt. Po kurse këtu është si në luftë. Na më vjen shumë keq me fjalë për fshatarët. Fshatarët e mi këtu jam rritur këtu në këtë vend këtu. Banoj në Kuçov poshtë, po më vjen keq për fshatin. Edhe ti Për ke efesin, ikur? po, dhe unë kam ikur, jetojmë poshtë në Kuçov. Edhe mendja ime se erë këtu. Se që vi në Greqi, marrë në telefon, them babajt, si është rruga në Vellagosht. Si të vi me forestrat, unë me forestrat do të çojnë, u kam toko matan, te varrezat matan, nuk dilet. Kam rrezikuar jetën time 2 herë me forestrat. Dhe shkam rënë në Gremin poshtë. Se nuk del. Edhe